E lënë në braktisje shumë vjeçare, këto ditë godina e ish-martenitetit të Sarandës ka marrë më së fundi pamje kantieri teksa po zbatohet projekti i shndrimit të godinës në funksionale, por tashmë në shërbim të publikut dhe të vizitorëve e turistëve. Fillimisht ka filluar rrethimi i objektit, ka ardhur materialet për të bërë rrethimin nga jashtë. Kur filloi nga prishja, heqja suas jashtë dhe brenda, zgjerimin e ambientit ku duhet prishur zgjerimet. Dhe në vazhdim, marrimi i prishjeve të suas jashtë e brenda, do filloi sua e re. Në vazhdim puna sipas planifikimit. Më herët ishte hedhur ideja që kjo godinë në zemër të Sarandës të zhndrohej në një muze arkeologjik ku mund të ekspozoheshin resurset e mëdha të këtij rajoni. Ndërsa gjatë një takimi me sipërmarrës të ri në fushën e turizmit, marsin e këtij viti në Sarandë, kryeministri Edi Rama ka bërë publike vendimin për të strukturuar atje një muze të botës nënujore, për të cilën edhe projekti është gati. Mësohet se sipas këtij projekti është vizionuar që kjo godinë të funksionojë si një qendër kulturore, jo thjesht një muze. Të interesuarit do të gjejnë atje klasat e trajnimit dhe kurset e regjistrimit për sportet ujore. Godina historike që Saranda e ka trashëguar që nga viti 1936 ruan veçorinë ndërtimore të arkitekturës së kohës, për të paktën 60 vitet e fundit ajo shërbeu si shtëpi lindjeje.